Ka bre dhe shumë ofendime tjera matrona që jenë bënde për fushata zgjedhore jeta. Dhe tash nuk është dash që kjo mu bu pretekst për me mujtë baje këtë gjohë se nuk po mujtë me te kalu qëtë problem. A ka qenë ngutshme deklarata e Albin Kurtit që opozita e në hajvana? Dhe gjam, ka bre dhe shumë ofendime tjera matrona që jenë bënde për fushata zgjedhore jeta. Tash na kur dojmë gjithë pretekst për marrë deri te një pikë, nuk ka problem. Mirë, ka marrë seriozisht, po të kallëzoj pola tjetër që ka marrë seriozisht. Kemi bërë shumë ofendime më të mëdha që jenë përdorur në fushata të ndryshme zgjedhore. Jo din cilët kanë qenë raportet mes LDK-s dhe PDK-s. Jo din, madje në shkollë deri te niveli më i lartë i kriminalitetit, e krimit, po them në kuptimin e politik që kanë bën ndaj njëri tjetrit, edhe prapë janë të kalu ato probleme dhe në fund kanë ardhur në një koalicion të ri. E mos flasim tash për një ofendim që nështë nuk ka qenë momentumi me ndodhë, po ja që ka ndodhë nga njerë gjonat më ndodhin edhe vetë në momentet saktume dhe tash nuk është dash që kjo mu bu pretekst për me mujtë baje këtë gjohë se nuk po mujtë me te kalu qëtë problem, sepse ju e dini që qëto dy subjekte politike jenë akuzun njëra me tjetër për vrasje politike. Edhe në fund kam përfundu prap në një kolum në një koalicion. Isa Mustafa Mashim tha që një koalicion e kam bo. Në një kolum kam punu. Na këtë zgjedhjet i kemi fitue, në mandat 2014, nëse s'ko bëja, 13, kur ka qenë, në këtë zgjedhjet i kemi fitue të Arshim Thaqin. Në fund, edhe puna me votu Arshim Thaqin, në atë kohë një kujtojt që unë nuk votova si deputet i parlamentit dhe zotë që ato filleje më rapsa. Ovi tash po thu, une nuk votova se i Meta Besnik votusit e kënej po thu, tu ka do keq që kanë votua, mirë që kanë votu. Une kam qenë shumë parimor, për arsye se ketë fushatën që kemi bo. Po do një me qenë parimor, kërkur s'pëll shumë pe. Une fola për veti, nuk kom folë për subjektin të politikë, sepse une kam pas... Po do me pështu vetë për ftyrë, e partia me bo kërkur. Jo, si jemi koni 5 që atëre, ju e dini, një 5 që masaj u sankcionum. Vesh një për ty në hinin listë, na tjere do në deklasum, na qëtër një ashtë listë, edhe s'na lanas me garuam matutje. Po si do qoftë, une ndihem mirë, sepse unë e di shumë mirë çfarë ka qenë fushata jonë, që kemi folë në fushat, edhe marrë situata masaj një personalitet politik, cilin këtë fushatin e bëndëm kunrejtina, i fitun poenat për qytetarëve, votat për qytetarëve, në mënë që ti, edhe në fund me dalë më rështu me thonë, hajde se për ngës dorën.